fjalë. O Shqipëria ime. Është qartë që ka ndodhur. Fituam në tokën serbe me golin e Rej Manaj. Me golin e Rej Manaj, ai që ishte më i kritikuar. Nuk mendoj që kemi patur fitore më të madh ndonjëherë, më thon. Mos mendoj fare nuk kemi patur. Nuk mendoj fare, Flora Bolla se ka festuar shumë mas fitores, nuk e di çka kemi, nuk e di. Ka i pak zëri, shumë. Ti isha ne, Unë isha në Serbi, mora mundimin, kalova 4 kufi ndryshëm për shku atje dhe e kam pa nga afër, e kam ndje që populli serb heshti nga një gol i Manajt. Se jo mendoni që lushnjarët ja vetë për shalqinj, por ne ta bëjmë golin me Serbi e të lëm pa fjalë dhe me Shqiponjë bëdoshe. Këtë të buvuzela. Flora, ju heshtë të ndej, por ne këtë në Shqipëri kemi festuar aq shumë ku im. I kam parë fotot, video dhe ndonjëherë më vinte keq, thoj, okay, isha afër një moment historik, po isha larg kësaj që ndodhi momentet që do ta marr. Fituam një ndeshje kaq të rëndësishme. Kur ka fitore të mëdha, mos ja lini afër këtë gjë atyre që i duhen. Fituam ndeshjen më të rëndësishme të momentit të mundshme. Çfarë ka ndodhur? Ka patur festa nga më të çuditshme, nga më të bukura gjithandej në përtroje shqiptare, Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, në për diaspor vetëm festë madhe ka patur, prandaj le të ndjekim pak çfarë ka ndodhur. Ti isha andej, unë isha këtej për jetova festimet. E para dua të ndalen pak të disa çuna që kur vëmëra reagimet live, erdhën dhe më përshëndetën me një përshëndetje specifike. Diçe pak Floro. Edhe respekte për ty në veçanti. E treta respekte për Andale. Të më dhej çunat. Më ndaluan rrugës të kemi parë të Andale dhe respekte për çuna respekte. Ata që na ndjekin. Faleminderit gjithëve që na ndjekin. Ishte diku tjetër apo? More ti, mos bullizo. Çunat që na ndjekin, çunat dhe gocat sepse dëgjoj, jo vetëm çunat aty, por kanë pas edhe shumë çunat dhe gocat tjetër që kanë ndaluar rrugës, ju kanë parë të Andale. I përshëndesim të gjithë, urime fitore me Serbinë. Faleminderit që na ndiqni. Lajmi fundit, Flori Thomaj bën fam shumë një tjetër personazh me titra poshtë. Shimorsi mori meritat, më ç'është ky mor vlla. Mirë, s'ke. Pa tani, çuna edhe një herë faleminderit që na ndiqni. Jeni më të mirët bashkë me gocat, bashkë me gocat e Andales. Ta them drejtën. Tani Mantho, ka ardhur të emision në Sherip, e bën shumë mirë punën e vet, e meriton. Ta ketë fjalët e mia meriton, jo vetëm te Andale, kudo që shkoj meriton fjalët e mia. Pa çfarë qoke miq. Nuk është qok miq se një ditë do ma kthesh te. Ta dini e kam paguar paraprakisht për këto fjalët. Floro, tani nisim te komentet më interesante të mundshme në postimin e Federatës Shqiptare të Futbollit. Te Federata. Ku ishin vetë serbët që na komplimentonin fitoren tonë. Po më shkrua Megan Foxin e kemi. Maldini Megan Foxin. Tani, një Daniel nga Serbia shkruan urime dhe continuous success. Pra, suksesin e vazhdueshëm të rivëri. E merituat fitoren, thot. Lojtarët tuaj janë plot me energji. I hope our future matches continue to be free and any trouble. Pa shpreson që ndeshjet e radhës të jenë pa probleme. Pra, një serb që na përshëndet për fitoren. Edhe ne urojmë që ndeshjet e tjera të jenë pa probleme dhe me fitoren tonë. Edhe ne urojmë që të jetë gjithmonë. Ecim. Urime nga Serbia. Njerëzit në stadium ishin të paguar, ndërkohë që lojtarët tanë dhanë gjithë shpirtin. Faleminderit edhe një herë kolegët tanë serb. Kalojmë te koment. Faleminderit tani planet e unë, faleminderit motrën edhe prej meje. Urime nga Serbia, e merituat fitoren. Do të shihemi next year on your sea në detin ton. Okej, mixi duash, mund të luaj edhe në detin ton. Ju s'keni det. Great country. Faleminderit. 30 euro që thonë, 30 euro. 50 euro për ju. Me denar, siç më bëni mua atje vetëm denar thosh, edhe këtu vetëm lekë shqiptare. Po, denar po. Edhe ne vetëm lekë shqiptare. 70.000 lekë shqiptare që s'doni e doni. Tani, kjo foto vjen nga Kosova ku janë bërë zgjedhjet Floro dhe votën në Kosovë e ka marr mbreti Rej Manaj. Rej Manaj e mori. Ka marr votën. Unë mendoj që nëse në datë po të bëj domethënë zgjedhja e Shive erdhi njoftimi Andale Pikale. E shef Floro. Po të bëj zgjedhja e kryeministrit në datë 12 tetor. Rej Manaj del kryeministër e fiton me vota, po, e fiton me vota. Me qeneri teknike, ministri i mbrojtjes Berat Gjifshiti, Arlinda Jeti, e tjerë. Rej, bravo të qoftë edhe një herë. Congratulations Albania, beautiful beaches, same in Brazil. Pra, na krahasoj Brazilin për plazhet. Brazil edhe ju keni beautiful beaches, por jo plazhet. Prandaj dhe jeni të mirëpritur të gjitha të festoni me ne kualifikimin e botror. Patjetër.
Open bar. Brazili na ka dhënë 3 njerëz Silvinjo, kështu që faleminderit Brazili. Si të faleminderit? Obrigado më duket. Ka nevojë për një shpjegim të vogël. Se po thoni ç'ne, këta që ngi kështu po fitoi kombëtare me Serbinë, edhe si pish lënë narkotike, edhe si të kombëtare me Serbinë njëtin efekt jep, e kupton? Madje kjo jep më shumë efekt. Kjo është Serbis. Pra Brazili na ka dhënë edhe El Brasilianon ton tashmë nga Lushnja, Silvinjon. El Flora, Qa El Flora mo? El Flora është 100% shqiptar. Brothers, you saved Europe from noise pollution. Bravo! Bravo! Tjetër vlla Kroati. Kroati, Brate. Si Kroati thon brate, brate thon Kroati. Brate thon, po brate. Luka Modric, Ivan Perisic. Ivan jepi portieri. Ecim. Let's go. Congratulations from Croatia. Jam po gjithë Kroatët me ne. Kroacia përveç faktit që shkon mirë me ne, ka edhe që nuk shkon mirë me Serbinë. Ata është. Pra i kanë dy. Armiku tim është miku im. Miku im, edhe ka thënë pari. Ne kemi fes Ballkanas. Po kjo. El Toro Torino që uron Cristian Aslanin për fitoren. E di Torino po shkoj. Faleminderit Torino. Po pat në lojtar anglez që thoni, ta le pak ndeshjen e fundit se nuk ka nevojë me lujt fort. Nuk është se ska Torino. Sa gjatë që ka kjo. Të dashur shqiptar, ju përgëzoj nga Turqia me ndjenjat e mia më të sinqerta për fitoren tuaj. Kjo fitore kundër atyre bastardëve të ndyrë, serbë që kanë trahtuar bosnjakët, kosovarët dhe shumë shqiptar të pafajshëm për vite me radhë, të cilët mendojnë se janë mbretërit e Ballkanit, më ka bërë edhe mua shumë të lumtur. Shpresoj që Shqipëria të kualifikohet për Kupën e Botës dhe ta mbaj Kosovën për gjithmonë. Ju dua nga Turqia. Byrozer, je më i miri, Byrozer. Ej valla. Ishte më i miri. Me këtë komente ka qa, Tani doli foto e mretit. Tani ndaloni pak. Kapiteni legjendar. Aura. Kjo është aura, për ju që nuk e dini, kjo foto quhet aura. Shifeni vet. Albanian Boss Aura. Jemi ka shkruajt edhe nga pas një muzikë potente aty. Red and Black, Address Eagle, oh my chest proud to be in Albanian. Ka shkruar poshtë jemi live. A jemi live? A jemi live, Loriku. E shikoj Loriku dhe kur nuk luan, e ka impaktin e vet. Edhe nga Instagrami jep impaktin e vet. Jemi live nuk tha vetëm Cana në postim. Tha Mirto Zuni, tha Rei Manaj, pra respektuam Serbinë. Edhe një 3000 shqiptarë për mikrofona ndryshëm. 3 milion Nikoim. 3 milion shqiptarë jemi live. Po bosi. E meriton se e ka arritur, domethënë barazoj Lorik Canën të ndesha më e bukur që ka patur kombëtari, apo jo. Mendoj që hysa dhe më gjithë jetën dhe e ka merituar se ato ndeshje që ka bërë me Serbinë, të dyja ndeshjet, ka qenë një ndër më të mirët të fushë. Është i madh. Shkurtësi. Me pak fjalë. U vendosësh i madh. Kjo është Kosovë, Floro. Kjo është në Mitrovic. Në Mitrovic. Shiko tani, brenda nate, imagjino çfarë lloj emocioni përjetoi kombëtarët shqiptarë, populli jon brenda nate e bën një murale për Rei Manaj me datën Rei Manaj dhe me festën e tij ikonike me Shqipërinë, që duhet thënë El Rei. Duhet thënë që kjo festa i tërboi pak serbët që ishin aty vërdall. Ore t'ja bëjmë bam, paf. Do të them unë isha aty afër, e kisha stadiumin 100 metra larg. Çfarë bën kur festoj Manaj? Në pamundësi për të futur, edhe aty te parku afër, tani dëgjoj bie heshtja. Nuk e di çfarë po ndodhte, bie heshtja, po them mu duk se ishte heshtje varri. Tha ç'a ndodhi? Veç kur aftë skorin 0-1, domethënë nuk foli njëri 0-0 të folura. Sepse ishte heshtje varri. Sepse u varros krenaria atyre, që nuk është se duhet kenë krenari të madhe. Dhe me çfarë do e mbyllim thua ti? Ç'a ndodh tjetri në orar pune, po shpërndan ushqimin nëpër Tiranë. Dhe shiko çka ka bërë fitoria këtë njeriu. Shimon, kush është kështu ta shkruaj pa më kush është ta shkruaj ta morim. Ky është për emision apo? Do ta marrim lidhje ose emision ku doj, vetëm ta shkruaj ta kërcejm bashkë të kërcimit. Do të ky e meriton me këtë lloj vibe që ka dhënë aty, ky tregon se sa shumë përjetua kjo fitore kudo në Shqipëri. Po them po më themi Flor, më themi akoma veshët. Isha te sheshi Nën Tereza, kërcistin marmitat miku im, kërciste ulërima. Spektakël. Tani ti pe edhe aeroportin, ishe edhe në aeroport për kombëtarë. Isha në aeroport. Çfarë ndodhi diçka pikante aty? U pritën lojtarët nga shumë tifoz, deri në orën 4 të mëngjesit kemi prit. Çunat e kishin për të nisur në orën për të mbërritur në orën 2 në Rinas. Çunat. Ndërkohë erdhëm në orën 2 aty në Rinas, ku jeni si jeni sa kohë po festojmë. Kanë festuar shumë, kanë ardhur në orën 3:30. Me gjithë të drejtën e vet, mund të kishte prit deri në orën 10 ditë e meritonin. Ne me pimë muzikë ishim aty jashtë. Ne të dy